Si të identifikosh një grua budallaqk? 7 shenja të qarta. Tepër emocionale dhe lehtësisht e ofenduar. Ajo i merr gjërat personale, reagon me dramë dhe rrallë tregon vetë kontroll emocional. 2. Gjithmonë fajson të tjerët. Asgjë nuk është kur faji i saj. Refuzon të marrë përgjegjësi dhe luan rolin e viktimës në çdo situatë. 3. E fiksuar pas pamjes dhe vëmendjes. I intereson më shumë si duket në rrjetet sociale se sa kush është si person. 4. Flet pas shpine për të tjerët. Bën thashë theme vazhdimisht, përhap negativitet dhe kënaqet duke ulur të tjerët. 5. Shmang përgjegjësinë dhe rritjen personale. Nuk e përballon dot kritikën e ndershme. I shmang të vërtetat e vështira dhe refuzon çdo gjë që sfidon rehatin e saj. 6. Konkuron me gratë tjera. Në vend që të ndërtojë motërzim, ajo i sheh gratë tjera si kërcënim. Pasiguria e saj vishet si vetbesim. 7. Përdor manipulimin si formë pushteti. Luajnë lojra mendore për të ndjerë në kontroll, por në fund humb respektin. Një grua e mençur nuk kontrollon, ajo krijon paqe. Mbaje mend, mbro paqen tënde. Vëzhgo, mos u përfshi. Mençuria fillon duke ditur kë duhet të shmangësh. Që të mos biesh pjesë e këtyre sjelljeve. Fillon nga vetja. Ndal fajsimin e të tjerëve dhe kthe vështrimin nga brenda. Dhe pyet veten, çfarë po bëj unë? Çfarë po shmang? Ku po refuzoj përgjegjësinë? Kur një grua merr përgjegjësi për emocionet, reagimet dhe zgjedhjet e saj, ajo pushon së manipuluari dhe fillon të rritet. Vetdia fillon aty ku përfundon fajsimi. Unë e di se ndoshta edhe mua do të më fajsoni pse ju a them këto të vërteta, por e di se e vërteta them, por ajo shëron. Nëse doni të keni një familje në paqe, një vete në paqe dhe një bashkëshort që ju përkrah, atëherë filloni nga vetja.